Ai është një nga emrat më të komentuar në media, jo vetëm për sa i përket aspektit politik, por edhe për jetën e tij private. Po flasim për kryeministrin Edi Rama. Martesat e dështuara dhe bashkëtesa me vajzat e ekranit ka bërë që Rama të jetë një nga emrat më të komentuar, jo vetëm në politik, por edhe në media roz. Megjithatë, dashuria për lindën ishte aq e madhe sa që vendosi ta finalizonte me martesë. Ndërkohë, nga martesa me aktoren Matilda Makoçi, Rama ka një djalë, Gregun. Edhe Linda vinte nga një divorc. Ajo ka qenë studente në vitin e dytë, kur u dashurua dhe u fejua me pedagogun e saj të matematikës, Thanas Gjellari. Kështu, një vit pas diplomimit, në vitin 1988, Linda lidhet në martesë me Thanasin. Madje, dasma është konsideruar si një nga më të bushmet e kohës. Çifti ka një vajzë, Rean, e cila ka studiuar për arkitekturë. Megjithatë, gjërat në jetë nuk ecin gjithmonë siç planifikohen. Linda u divorcua nga bashkëshorti për t'u lidhur më pas në martesë me Edi Ramën. Siç është shprehur dhe vetë Rama më vonë, ato janë një familje e madhe kur përfshihet Gregu, Rea dhe Zaho. Suksesi dhe gëzimi i çdo fëmie është suksesi dhe gëzimi i gjithë familjes. Megjithatë, Zaho si më i vogli është më i veçanti për familjen Rama. Por një lajm i bukur ka ardhur për familjen e Edi Ramës. Vajza e Lindës, Rea, ka sjell në jetë një djalë, duke e bërë lindën gjyshe. Ky ka qenë një lajm i jashtëzakonshëm edhe për kryeministrin Edi Rama, i cili ka qenë mjaft i emocionuar nga ardha në jetë e djalit të Reas. Urimet dhe festat për këtë gëzim familjar nuk kanë munguar në familjen e kryeministrit, i cili edhe publikisht nuk ka hezituar të thotë se ka një respekt dhe dashamirësi të jashtëzakonshme për vajzën e Lindës. Gjatë gjithë viteve të qeverisjes Rama, Rea ka zgjedhur të qëndrojë larg vëmendjes së publikut dhe rrallë është folur për të në media. E kështu, duket se ka zgjedhur të kalojë edhe shtatzanin. Madje, ajo ka vendosur për të mbajtur sekret edhe emrin e bashkëshortit të saj.